Po pra, akuza për se sistemin. nuk qëndron kjo. Akuza për sistemin është më rëndë se sa akuza personale. Në shqetëson. Jo se Pse nuk mendojnë që për shembull të jepej fjala dhe ato që shkruat ti thoshte atje, unë mendoj që partia jon ka nevojë për një 2-5. Se tani këto po na sillen Partinë Komuniste në mendje Liri Gega, Liri Belishova, të gjitha këto që u hoqën pse thatë mendimin ndryshe dhe jemi një parti mono pastaj s'ka. Tani do të shikojmë se ç'do të ndodhë. Deri këtu, domethënë, gjërat ishin qarta se ç'do ndodhte. Tani do të shikojmë nëse, domethënë, kemi të bëjmë me një betejë parimesh apo me një betejë personale. Pse bën Rama këtë? Si e lexon Rama? Vërtet do partinë apo do një krah në parti? Do pushtetin. Do të kontrollojë të gjithë raportet brenda partisë. Dhe në këtë kohë, domethënë, nuk aq më tepër që po hym në një garë ku vjen zgjedhjet për pushtetin lokal, domethënë ku kemi një debat shumë nxehtë lidhur me BE, kemi një raport shumë fort me konceptin SPAK-u, Bashkimi Evropian, gjithë këto të tjera dhe një debat i brendshëm nuk është luks fare për. Po mirë, nuk e dëmton Ramën që kërcënon me përjashtim numrin 2 të shtetit, zëvendës ka qenë ministre për pushtetin dhe për raportin me parlamentin, ministren e jashtme. Do të dëmtonte nëse do kishte një 10-15 deputet do fliste. Nga që s'ka mbështetje, nga që është e vetme. Ai e testoi sot. Me qartë. Si testim politik. Jo, përmes saj ju kam mbyllur gojën dhe atyre të pazëshmëve që ndoshta kanë pritur që kjo të bëjë luftën, Zoti Spiropali të bëjë luftën. Ka ndodhur në Shqipëri. Dhe ne pastaj jemi këtu. Dikush është ngrirë, dikush është shkrirë, dikush, ne kemi histori. Dikush është fare në politikë. Jo, dikush është ngrirë në kohën kur ka kundërshtuar, dikush është ka shkrirë, kështu që është histori që në politikën shqiptare ndodh. Ajo që ne duhet të shqetësohemi është që këto debate vlejnë për të përmirësuar qeverisjen apo vlejnë vetëm për pushtetin. Pra, domethënë këtu duhet të ndajemi edhe kjo do të jetë ajo që cilët duhet na shqetësojnë. Po heshtjen për zotin Braçe, si është për kandidimin e zotit Braçe për Tiranën? Do të thënë që Braçe nuk është kandidat i thjeshtë, nuk është kandidat i lehtë. Është një kandidat që ka një histori në Partinë Socialiste dhe po të shikosh se sa i kujdesshëm është Rama ku me njerëz që kanë histori. Dhe sot po thuash bëri një ndarje midis Spiropalit dhe Braçes, se dhe Braçe ka folur, ka kundërshtuar, ka folur në kuvend, ka folur publik, ka kritikuar. Po Braçe kështu ka qenë. Ke parë ta kritikoj Braçe? Po nuk iku nga votimi. Braçe ka marrë qëndrime. Ka mbajtur qëndrime, por atje ku është dashur ka qenë ato që ka thënë grupi parlamentar. Ka 2 pika, se ka një rregullore. Se është profesionist politik, jo se është zonja Spiropali. Ti nuk e merr vesh ditën e parë. Ti do thuash që unë e pranoj vendimin e partisë, por kam mendimin ndryshe. Pra, domethënë, ka 2 raporte që mund të kesh qëndrim. Dhe thuash që po, unë jam për këtë, por qëndrimi im është krejt kundër. Në këtë 2 pike duhet me parë, sepse po të shikojmë ka qenë i kujdesshëm zoti Braçe në ndërtimin e një profili. Nuk është rastësi që sepse u imponua me vota, i kërkoi KZ-s. Megjithëse kishte bërë asnjë një tjetër që ti thoshte që më sillet votat që kam marrë, pra unë kam një zë sepse kam, domethënë kudo që jam votuar, kudo që kam shkuar jam votuar, pra. Domethënë kjo është politik, mirëfilli politik. Kanë nisur. Do të jetë vështirë, nuk i di deri sa do është e vështirë të parashikojmë pjasat sa do imponohet Braçe, por Rama këtu, po ta shikosh është shumë i kujdesshëm se ka një lloj, është një fair politik me të, domethënë ka një njeri që ka marrë gjithmonë votë. Është aty si pasojë e votës, jo e katapultimit. Nuk ka asnjë kundërshti. Bëri fjalë për çfarë tha Spiropali. Nuk se ndryshe do e kisha thënë Braçes. Nuk i ka thënë Braçes të kemi investuar ne. Është qartë, investimi im dhe i partisë. Pra, në këtë pikë, domethënë, po të shikojmë me vëmendje, sot ishte një ndarje, një lloj kujdesi për të kuptuar që kush është bërë vetë, kush ka bërë partia. Mirë, ka qenë se tani dhe zonja Spiropali nuk është një njeri pa biografi në Partinë Socialiste. Nuk e thash këtë. Jo, për gjithë ata që thonë, patjetër. Ka qenë pjesë e grevës Suris. Po shiko. Kryetare e Freshit. Shkoi në Shkodër, fitoi me Benet Becin. Ai që drejton. Drejtori i qarkut. Ai që drejton. Po, për herë të parë, domethënë, pse ja fiton në Shkodër. Por ai që drejton partinë, domethënë duhet të parashikoj gjithë rrymat. E qartë. Kështu që është një lojë fort politike, domethënë, dhe në këtë pikë, edhe asnjëherë unë në këto vite nuk e mbaj mend që të qenë edhe me LMN-n e dikurshme nuk ka patur një gjuhë kaq të ashpër sa sot. Absolutisht, absolutisht është një qëndrim shumë i fortë i tij. Ditën e sotme presim se si do të jetë i lokalizuar vetëm te zonja Spiropali apo do të ketë dhe të tjerë që do të jenë në rrezën e këtij qëndrimi. Ndërkohë, Partia Demokratike, për të qenë korrekt, se është fillim jave dhe po shohim prognozën politike, ka njoftuar një tjetër protestë datën 8 maj. Protestë për protestë, numeracion si është ti këtë? Mund ta kalosh dhe me një fjali, nuk është e thënë të thellohesh.